nga shtëpia u bi 74 vjeç, mund të dal pa shtëpi. Ç'a të bëj? Jemi smurë po dalim këtu. Ne jemi në bulevard. Kjo i ka bënë në prishje. E kam thënë dhe i them, kjo do tokat, se i do përfaqësuar dakon, do bëj hotele, resorde, mua ma ka caktuar 107.000 lek të vjetra metri katror. Mua dhe familjeve këtu. Dhe shtëpinë time duan ta prishin. Bëjnë ato pallat për vetë. Një apartament i ngjashëm sa bën? Një apartament i ngjashëm bën 7.000 euro. Po unë me 13 milion lek. Po na luajnë me Po 17 milion edhe. Dursake. Ku do shkojmë 17 milion? Unë jam I garazh nuk e blej, i banjo nuk e bë. Ku do ikim? Ku do mytemi? To e kanë kopë se ne nuk shërbisim për aty. Na mytën me polici. A thu ti ne, jena me bomba. Në dorë. Vete këtu 500 polic. 500 polica ka sjellë. 500 polic. Jemi këtu përballë bashkisë së Durrësit, ku janë mbledhur përfaqësues të familjeve dursake, të cilëve po ju shpërndësohet prona për projektin TIT. Problemi është vlera qesharake me të cilën po ju shpërndësohet kjo pronë. Sa e madhe është shtëpia jote? 24 metra katror. Sa do t'japin ty për të nxjerrë nga shtëpia? Thonë që do t'japin 40.000. Thonë. Ti nuk ke asnjë shkresë asnjë gjë. As që do dal, as që do Asgjë. shemet, as që Asnjë shkresë asnjë gjë. Do 40 metra katror që kam unë, mund të më japi 80.000 euro. 80.000 euro. Aq. Sot na erdhi letra, largoni nga shtëpia. Thoshte, me datë 16 ikni largoni. Ku të shkojmë? Është shtëpia jonë. Unë me dokumenta nxjerrëshin në rrugë. Ku shtet është ky këtu? Çfarë do na afrojnë neve? Ne nuk lëvizim, ne aty do vdesim në spital. Kryetaria e bashkisë ka vendosur këtu gardën e saj, që nuk lejon qytetarët që të shkojnë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak.